Do të përgatisim bizelet në mënyrën time, të thjeshta dhe të mrekullueshme. Edhim vajin, nuk edhim shumë vaj për arsye se do ta bëjmë lëngmishi. Tani edhim qepët. Qepët do kavërdisen nga vash. Edhim krip dhe mbyllim me kapak. Tash pasi janë kavërdisur qepët, edhim tomatën. E kavërdisim mirë domaten, do shikojmë derisa të marrin formën e një salce. Dhe pastaj edhim patatet. Do të trazojmë pataten me tomaten derisa patatja të zbutet pak. Ne trazojmë që të mos ngjitet. Tani edhim piperin edhe piperin e zi. Edhim bizelet. Dhe fillojmë të trazojmë nga vash. Hapet salca në të gjithë bizelet. Pasi I lëm një çik të skuqen të gjitha bashk, edhim lëngun e mishit. Dhe pastaj edhim koprën. Dreka jonë është gati me bizele tona të ngrohta të shijshme, gati për t'u shijuar. Na bof të mirë. Faleminderit që na ndoqën në video, të shihemi në receta të tjera.